Len, vetëm edhe një pyetje, se po afrohemi kështu drejt fundit, mas iftarit, na ke thonë që nuk rekomandohet kafja, por zakonisht tradicionalisht në popullin tonë, mas iftarit, gjithmonë shërbehet ëmbëlsira, në forma ndryshme, dikush që ose të shnetshme ose pa shnetshme s'ka rëndësi, por ëmbëlsira është aty. A duhet japim pak kohë organizmit pushoj prej ushqimit që marrëm dhe pastaj ta marrim ëmbëlsirën? A është ngarkesë shumë e madhe krejt me një vakt? Çdo është me kalu një orë. Një orë. Mropa asoj që kemi marrë. Mas një orë me hongër është dhe tani, jo bre Len. Edhe bën edhe me një kafe, nuk është problem. Amo, sinqerisht, çdo është me kalu një orë. Po. Për arsye më jep kohë organizmit me tret gjithë ato ushqim që e ka marrë. Mas një ore, një kafe ose në ai çaj diçka që ndihmon tretje. Po. Edhe pse jo, një ëmbëlsi kështu shëndetshme, i kemi cek edhe në ato planet e ushqimit që arroret janë primare, që preferohet mu përdor, kështu që në këtë rast edhe kjo është me arrore, është me çokoladën e zezë, që është antioksidant shumë i fuqishëm, ndikon gjithashtu në përqendrim, edhe lodhja mendore, në këtë rast kishte ndihmu shumë për shkak të persona që agjerojnë, si zakonisht është një lloj kokdhimbje për shkak mungesës së elektrolitëve. Kishte qenë ideale. Një kafe me një ëmbëlsi kështu të shëndetshme, për ndryshe unë i shfrytëzoj edhe gjalpin e kikirikut, edhe çokoladën e zezë, edhe hurmat, edhe arrohet me bon formë bombicave, ose për shembull me nai krem kështu qysh the edhe ti që bëj si lloj smoothie, krem me fruta thota që kemi postume edhe te familja jona edhe te Melinën, për shembull kajsi, feq, si lloj cheesecake, një farforme arrore, fruta thota, edhe bëhet një ëmbëlsi e shëndetshme, më thonë kryesisht mu fokusu te sheqernat natyrale, edhe normal tyre sheqera mi shoqëru edhe me antioksidant, me proteinë edhe me yndyrna të shëndetshme. Kështu që s'ka problem, mas iftarit mu një ëmbëlsirë, po kryesisht me qenë shëndetshme, edhe një kafe, po me kalu pak të një orë. Po, na presim Len që në faqen tënde me Lenën me na propozu ma shumë receta për Bajram, në mënyrë që mos ta ankohemi që s'kemi ditë recetat shnetshme, të paktën çat arsye mos ta kemi, por ti kemi recetat dhe tani ndërgjegjja jonë le të jetë a i bojmë as i bojmë, kështu që unë të ftoj që te faqja jote me Lenën çdo ditë, të na fokusohesh pak te recetat për Bajram. Mos na bë me produkte shumë, sepse s'po kemi kohë, bëna diçka pak më të shpejta, më të lehta, kështu që edhe i bëjmë shpejt, edhe pse jo i gëzojmë kudo që shkojmë me dërgu pa një ëmbëlsirë. Një të lirë, edhe jo, Saronta nuk e ka problem, çdo herë kur du me propozu një ide për emision, Lena, bëm bre ma pak se s'po di, po më dhime ju pëlqen ajo, se 20 vej vete. Du me lodhë që kustemi, nuk du me lodhë. Qere, një ëmbëlsirë me 3 produkte, ku ka ma mirë. Po realisht unë e shumë me synin tjetër, unë du me bo vlera të ushqy se mi arrit. Po, ani sot do, nisër do. Nuk mujna mu bosh netë shumë për një ditë. Len pak hajgare, sa me shtendosë muhabetin edhe me shty kohën dhe një iftarë. Unë falenderoj shumë për... Pse jo, në dinu të lirë edhe shikuste familja jonë, edhe të portaleve, edhe të rrjetet sociale, çka jam në rrjetet e mia, kështu që më shkru edhe jo pse jo, me jep ide edhe këshilla. Unë ta dhash një ide një baklavë shnetshme, kom sfidu Len, presim me të baklavën thërë. Ata merr mendja që pëlqen baklava shëndetshme, me marë mundin e bëj, po... Nashta makona, nuk premtoj, po nashta. Duk me provu fillimisht të se si manjaki baklava. Ose e bëj ato si ajo video në TikTok që është e këshyrë këtë baklavën për i meja. Ta, në ka tjetër. Ta me mashtru veten.